Agjërusi ka do të pranume. Kretë njerëzit lutën, kretë musliman të lutën. Mirë po, ju kretë lutët pranuhen për djetë. Disa pranuhen, do më s'pranuhen me njëherë, disa dhe s'pranuhen heq, ju pëse Allah si pranuhen. Po na kërtë lutemi si kemi pranu, si kemi plotësu kushtet e dos. Ndërsa të agjërusi vëdhët Allahu, ka do në pranuhen me agjërusi. Kur? Disa kanë thonë baktiftorit, ju, të në ditën, për derisa është agjërush. Sepse pejgamberi alayhi salatu wasalam thot 3 personave nuk ju kthehet lutja prapë. Udhëhet si drejt, njëri. I dyti thot ai që është bo zullum. Allah i na ruajt mi bo zullum dikujt, doja e tij mos ka perde te Allah. Edhe doja e tretë thot lisaimi hatta yuftir. Agjërusi derisa të bani iftar. Domthon ton kohën sa është agjërushëm e ka kohën dispozicion. Veç mu lu dyrë të qiellit i ka qel. S'ka kurfa pengese. Direkt doja ngjitet nalt edhe më rrin te Allah i lartësuar, që këto nuk e ka jashtë Ramazanit. Jashtë Ramazanit mund më pranu do, ato mund më pranu. Ama në Ramazan, duke qenë agjërushëm, s'ka dyrë, as s'ka pengesa, as s'ka, nuk ka diçka që e ndal do.